Dëgjoj zemrën tënde, jo fjalët e njerëzve. Jozi publikon fotografinë e parë në Instagram pas skandalit në Big Brother VIP Albania. Ish banori i Big Brother VIP, Joz Marku, ka ndezur sërish rrjetet sociale me postimin e tij të fundit në Instagram, i cili ka nxitur reagime dhe spekulime të shumta për marrëdhënien e tij me këngëtaren Loredana. Në fotografinë e publikuar së fundmi, Jozi ka shoqëruar imazhin me një mbishkrim domethënës: "Dëgjoj zemrën tënde, jo fjalët e njerëzve." Një mesazh i shkurtër, por që për shumë ndjekës ka qenë mjaftueshëm i qartë për të nxitur dyshime mbi një krisje në lidhjen e tyre, romancë, kjo që nisi publikisht brenda shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri. Spekulimet janë shtuar edhe më tej pas një detaji që fansat kanë vënë re: në disa nga postimet e fundit të Loredanës mungon unaza që Jozi i kishte dhuruar gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP. Ky ndryshim i vogël, por i ndjeshëm, ka bërë që shumë ndjekës të mendojnë se çifti mund të jetë ndarë, ndonse deri tani asnjëri nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare. Që në përfundimi i spektaklit, marrëdhënia e tyre ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes, por sjellja e fundit të dyshës në rrjetet sociale ka ngjallur dyshime për një distancim emocional. Për momentin, betet për të parë nëse kjo është thjesht një periudhë reflektimi personale, apo sinjali i heshtur i një fundi romantik mes dy prej emrave më të komentuar të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!